Fëmijëve të këtij vendi ka 2 javë rresht i është pezulluar mësimi 2 ditë për se cilën javë. Pra edhe javën e kaluar, për shkak të Xhiro Italias edhe zgjedhjeve njëjta premte edhe këtë javë, për shkak të mbledhjes së liderëve europianëve bashkë me liderin në vendit tonë, prapë 2. Pyet njeri për këtë 2 javë pezullim mësimit të fëmijëve apo jo? E para, e dyta. Po kështu kanë gjithë dado që të mbajnë kalamajt sa eri anullon në juve aktivitetet shkollor, s'di të jemi në vend me standard kaq të lartë jetese, domethënë. Secili ka ato problematika të jetës tij të përditshme. Po prindrit ku t'i lënë fëmijët kur shkojnë në punë? Mendoni ndonjëherë apo se 60% e njerëzve nuk ju kanë votuar fare? Kuptoni që nuk i bëhet vonë njeriu fare as për Xhiro d'Italian, as për samitet, as për zgjedhjet, as për asgjë më.